Shqipëria po ja afrohet një prej ndryshimeve më rrënjësore në sektorin e transportit, me nisjen e një prej projekteve më ambicioze hekullore të dekadës së fundit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka bërë publike detajet e projektit hekullor Tiranë-Durrës-Rinas, që pritet të sjellë një transformim rrënjësor në mënyrën se si qytetarët do të udhtojnë në aksin më të ngarkuar të vendit. Linja Tiranë-Durrës do të ketë një gjatësi prej 37.9 kilometrash, me një kohë udhëtimi prej vetëm 36 minutash, një përmirësim i ndjeshëm krahasuar me trafikun e rënduar aktual rrugor. Degëzimi drejt aeroportit të Rinasit i gjatë 15.4 kilometra do të mundsoj udhëtimin për 20 minuta nga Tirana, ndërsa lidhja Durrës-Rinas do të përshkrohet për 28 minuta në një gjatësi prej 32.6 kilometrash. Ky rrjet i ri pritet të ulë ndjeshëm kohën e lëvizjes, të reduktojë ndotjen dhe të ofrojë një alternativë të shëndrueshme ndaj makinave private dhe autobusëve urban. Ky projekt përfshin rehabilitimin e linjës ekzistuese Tiranë-Durrës dhe ndërtimin nga e para të degës drejt Rinasit. Ai është parashikuar të jetë i pari që do të operojë nëpërmjet një kontrate shërbimi publik, e cila do të jepet me koncesion në 3 mujorin e tretë të vitit 2025. Operatori i përzgjedhur do të ngarkohet me furnizim, mirëmbajtjen dhe ndoshta edhe administrimin financiar të linjës, duke përfshirë mbledhjen e tarifave të pasagjerëve. Transporti hekullor në Shqipëri ka qenë prej dekadash të tëra në rënje, por me këtë nismë synohet jo vetëm rikthimi i trenave si alternativë reale për qytetarët, por edhe modernizimi i tyre përmes përdorimit të mjeteve të reja ose të dorës së dytë të marrameshëra. Operacionet pritet të nisin në 3 mujorin e tretë të vitit 2026, me një vëllim fillestar prej 1.1 milion tren kilometër në vit që do të zgjerojë në 4 milion në vitin 2036. Pas kësaj linje parashikohet edhe zgjerimi i shërbimeve në itinerarin strategjik Vor-Hani-Hotit dhe Durrës-Pogradec, çka do të shndërrojë hekullën shqiptare në një hall kyçe të transportit publik kombëtar dhe rajonal. Ky është një hap vendimtar drejt transformimit të transportit në Shqipëri në përputhje me standardet europiane të qëndrueshmërisë dhe efikasitetit.